أليف باتاتا جيبها خدل روزا سين شين صوم نور دعظة ein غين فقف كاف لام ميم نون هواو أليف باتاتا جيبها خدل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të nderuar shikues, mirë se po takohemi. Sot me lejet Zotit do të mësojmë një shkronjë të re. Ju kemi afru fundit dhe tash kemi vrejt të shkronja H, që gjuha arabe pas ka ma shumë se një shkronjë të përafërt me qujtë. Sa H-ja e kishte gjuha arabe? 3 H-ja. Edhe shkronjën të cilën do ta mësojmë sot është e dyta me e qujt, ose e ngjashme me një shkronjë tjetër, është shkronja T e dytë. Por nuk shqiptohet sigurisht ajo të cilën e kemi mësu. Emri sa është taun. Forma e saj kur ajo ndodhet e vetme shiqani, është kësaj. Nga lart shkojmë dhe kështu. Në të shqiptuar, shiqani, dallon plotësisht prej asaj shkronjës T që kemi mësu ma herët. Më kuptoni? Ajo është si në gjuhën shqipe, te, ti, tu, apo? Ndërsa kjo është shkronjë e rëndë. Fetha përmbi të nuk lexohet e, por lexohet a. Tenvini n, kur vjen mbi të, nuk lexohet n, por lexohet an. Prandaj, si shqiptohet kjo? Shiqoni mirë. Ta. 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 Jo to. Ta. A. Kur është shkurt? A. Kur është e gjatë? O. A kena përmend ashtu? Ta. S'keni nevoj me ja bë ta. Faqet nuk fryhen, por ta. Ta. Shohim, shkronja T e vetme është kjo. Shkronja T e fillimit ka këtë formë. E ngjashme me këtë, por e ka dhe një vizë lidhëse që pranon të lidhet nga ana e majt e saj, për arsye se ndodhet në fillim të fjalës. Pastaj shohim se çfarë forme ka shkronja T kur ajo ndodhet në mes. I ngjan shkronjës T të fillimit, por se ka dhe një vizë lidhëse nga ana e djathtë e saj që tregon se lidhet nga të dyja anët. Dhe kështu shohim edhe se si lidhet ajo. Dhe forma e saj është e fundit. Që bjen, jetu shkru kështu hop, e bën tën edhe vazhdon tutje. Duke mos i lën mundësi lidhje nga ana e saj e majt. Prandaj pozita tregon, kjo është e vetme. Nuk lidhet nga asnjë anë. Kjo tregon se është në fillim të fjalës dhe nuk pranon lidhje nga ana e djathtë e saj, por se pranon lidhje vetëm nga ana e majt e saj. Për dallim prej tyre, kur ndodhet e mesit, i ka të dy krahët hapur dhe pranon lidhje nga të dyja anët, ndërsa e fundit pranon lidhje vetëm nga ana e djathtë e saj. Jemi të qartë? Vazhdojmë tutje edhe shohim shkronjën T kur na vije e vokalizuar me fetha, kesra apo damme. Shkronja T kur është me fetha, në të gjitha rastet e saj. E lexojmë ta. E lexojmë ta. Provani? Ta. Jo ta. Ta. Ashtu siç kemi thonë, të shkronja ajn, edhe të shkronja h, edhe të gjitha shkronjat, mos e shtrëngoni fytin, pa nevojë, por natyrshëm. Shqiptani shkronjat natyrshëm. Ta, a, ha, e tjera do të them, ta. Shkronja T, kur është e vokalizuar me kesra. Në të gjitha
pozitat e saj, ku ndodhet ajo në fjalë. Atë duhet ta shqiptojmë ty. Natyrshëm, jo ty. Natyrshëm, ty. Ashtë. Shkroni atë. Kur është e vokalizuar me dhamme në të gjitha format e saj, atë duhet ta lexojmë shkurt. Tu. Gjitha prej tyre detyrimisht shkojnë bukur shumë, shkurt. E kemi të qartë? Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Te keni parasysh. Shkronjat e rënda, kur janë të vokalizuar me fetha dhe me dhamme, shqiptohen më rëndë, ndërsa kur janë me kesra, shqiptohen shumë ma lehtë. Ti. Nuk bëllë ti, po ti. Ashtë ti. Vazhdojmë tutje, edhe shofim shkronjën të. Kur na vije me tenvinin en. A mundet me ardhë në këtë formë? Mundet me ardhë, edhe pse kjo nuk është e natyrshme. E vetme. A mundet me ardhë në formën e fillimit tan, pasana duhet të vije edhe një elif tjetër. Shiqani, kjo viza nuk është elif. Kjo është pjesë përbërëse e shkronjës të. Prandaj, mos mendoni me përfundu me kaq, por se duhet pasaj edhe një elif tjetër, po. Më pastaj, a mundet me ardhë në formën e mesit me tenvinin en? Gjithsesi. Kemi thënë të tenvini en natyrshmëria janë këto dyja. A mundet me ardhë në formën e saj të fundit me tenvinin en? Mundet, por se tash nuk ka vend për dy? Po, për dy elifa, ajo është e fundit për dallim prej kësona. Megjithëse kjo nuk vije, duhet natyrshëm janë këto dy raste me ardhë me tenvinat en të gjitha shkronjat. Natyrshëm. Vazhdojmë tutje dhe shohim shkronjën P. Forma e saj e vetme, me tenvinin in. A mundet me ardhë? Si lexoj kjo me tenvinin en? Tan. Prandaj mos harroni gjithherë. Fetha përmbi shkronjat e rënda lexohet a, përmbi shkronjat e lehta lexohet e. Mbi shkronjat e lehta, jeni të vëmendshëm çfarë po thojmë? Tenvini en, përmbi shkronjat e lehta lexohet en, përmbi shkronjat e rënda lexohet an. Dhe shkronja t me tenvinin en bëhet tan. Me tenvinin in, tin. A mundet me në ardhë forma e saj e fillimit me tenvinin in? Asnjëherë. A mundet me në ardhë forma e saj e mesit me tenvinin in? Asnjëherë. Në asnjë rast. A mundet me në ardhë forma e saj e tenvinit in? Mundet me në ardhë. Mos harroni, kjo nuk është elif, edhe një po e ripërsërisim. Kjo viza nuk është elif. Kjo është pjesë përbërëse e shkronjës T. Vazhdojmë tutje. Shkronja T. E vetme, a na vije me tenvinin un? Në disa raste. E vetme mundet me ardhë. Ashtu dhe lexohet tun. Bukur. A mundet forma e saj e fillimit të vijë me tenvinin un? Asnjëherë, ashtu siç nuk mundet edhe e mesit, por ajo duhet të jetë natyrshëm e fundit. Bukur, shumë bukur. Deri këtu, ka diçka të paqartë? Jo. Tenvinat, a zgjatën, a nuk zgjatën? Detyrimisht shkurt. Njëjtë, sikurse hareket apo vokalet, ashtu edhe tenvinat në mënyrë të detyrueshme do të jenë, shqiptimi i tyre do të jetë i shkurt. Vazhdojmë tutje? Po. Në rregull. Shohim shkronja P.
me damme dhe pasaj na vije wawi i pa vokalizuar dhe pa as një shenjë e cila e bën të lexohet. E kemi fjalën për wawin. Kur bashkohen këto dyja, me këtë rast na dhoj vokali i gjatë u. Me këtë rast formohet vokali i gjatë u në shkronjën t, të cilën duhet ta lexojmë tu, ha? Tu. Bukur shumë. Shkronja t, kur është e vokalizuar me kesra, dhe pasaj na vije shkronja j, pa fetha, pa kesra, pa damme, pa sukun dhe pa asnjë shenjë e cila e bën të lexohet shkronjën j, atëherë na jep faktikisht këtë përfundim, çka do me thonë, bëhet vokali i gjatë i në shkronjën t, dhe atë do ta lexojmë ti detyrimisht gjatë, sa 2 tokte. Shkronja t me fetha dhe pasaj na vije elifi pa kur far shenje, atëherë na jep këtë. Shiqoni, t, shiqoni mirë, t plus elif. Janë dy viza. Viza që është pjesë përbërëse e shkronjës t, edhe viza e elifit faktikisht, e cila e bën të lexohet gjatë. Po gjatë Sa 2 takte. Sa 2 takte. 2 takte tham? Tu ti për shumë. Ashtu, bukur shumë. Vazhdojmë tutje. Shofim shkronjën t. Kur ajo ka sukun, kemi përmen në çdo mësim, në çdo shkronjë, se sukuni nuk mundet me ardhë në fillim të fjalës, por ai do të vije ose në mes ose në fund. Prandaj detyrimisht do t'i qesim diçka përpara. Me këtë rast çfarë bëhet? E lexojmë natyrshëm. Elto. Ashtu. Elto. Shohim shkronjën t kur ka teshtid. As teshtidi nuk vije në fillim. Prandaj ne po e qesim elifin me fetha. Si bëhet realizimi i leximit të saj? Dëgjoni mirë. Dëgjoni mirë. Nga fetha shkojmë qëndrojmë, e kapim shkronjën t, qëndrojmë pak në shkronjë. Edhe kjo duhet me qenë natyrshëm. Në shkronjë, jo në vokal, jo në zanore, jo në hareke. Qëndrojmë në shkronjë, duke mos pas ndërprerje. Edhe vazhdojmë normal. Si bëhet, po e zëm nëse kish me qenë fjala kjo, do të lexohej ta, jo o. Julus. O është këtu, të vokali gjatë o. Kur është fetha, po e ri përsëris, nuk ka o, as kun. As të këja, as të khëja, as një shkronjë tjetër, nuk ka o, fetha. Po ka a. Ta, ka, e të ngjashme. Kha, a. Ndërsa kur bëhet vokal i gjatë, atëherë shndrohet nga a në o. Tash nuk mundem me e shqiptu ta, po e shqiptojnë to. Jemi qartë? Ose e shkronjat e rënda më herët dhe tjerat që do t'i marrim pasaj. Ko, së në thojmë ka, se është gabim. Ko, ho, to, me këtë rast. Prandaj, si e lexojmë ta. Qëndrojmë pak në shkronjën t. Jo, nuk guxojmë të kemi ndërprerje. Ta. Une po shkoj në formë shumë të ngadalësuar që me qenë për juve më i kapshëm. Ta. Dëgjani? Një formë të gabuar, të shqiptuarit, të teshtidit. Ta. Gabim. Pse gabim? Se e ndërprejmë fjallën. Prandaj fjalla nuk guxon të ndërprejet. Dëgjoni formën tjetër, gabim të shqiptuarit, me rastin e lidhjes ku ka të shtit. Ta. Ka zgjat harekën, ndërsa nuk është zgjatje, zgjatja diçka tjetër. Duhet të qëndrojmë në shkronjë. Jo në hareke, jo në zanore, jo në vokal. Por duhet të themi ta.
ta, pa ndërprerje. Bukur shumë. Edhe fundit fare në lidhje me shkronjën T është si na vije ajo e lidhur në fjalë ose e përdorur në fjalë. Nëse fjalën dëshirojmë ta fillojmë me shkronjën T, du të jetë forma saj e fundit, apo? Jo. Jo. A vetë nga emërtimi tregon se du të jetë forma saj e fillimit. Forma saj e fillimit është kjo. Bukur. Nëse dëshirojmë në fjalë që ta përdorim, ose na nevojitet, detyrojmë ta përdorim shkronjën T, ama me të nuk fillojmë fjalën, edhe me të nuk mbarojmë fjalën, ajo duhet të jetë shkronja T e mesit. Aty ku jemi, e bëjmë si shkronjë T. Dhe nëse dëshirojmë ta përdorim shkronjën T për të përfunduar fjalën, e përdorim të fillimit, apo? Jo. Të fundit. Formën e saj të fundit, nga se aty përfundon fjala. Bukur shumë. E kemi bu zakon që të parën të vokalizojmë me fetha, të dytën të vokalizojmë me kesra dhe të tretën të vokalizojmë me dhamme. Këtë duhet të lexojmë kësaj. Ta, ti, tu. Kemi të qartë? Ta, ti, tu. Shkurt, detyrimisht. Keni diçka të paqartë në lidhje me shkronjën T? Jo. Keni ndonjë pyetje në lidhje me shkronjën T? Jo. Në rregull, nëse s'ka diçka të paqartë, atëherë fillojmë edhe lexojmë. Mundesh a marr me fillu rreshtin e parë të lutem? Hajde. Ta, ti, tu. Bukur. Ti, ta, tu. Bukur. Tu, ta, ti. Shumë bukur. Et, et. Bukur. Jot. Bukur shumë, masha Allah. Minire? Ot. E, tu. Bukur. E, ti. Bukur. E, to. Ton. Masha Allah. Bravo. Shumë bukur Minire. Mund vazhdosh nis? Ten. Bukur. Ton. Bukur. Ta, ro, fe. Masha Allah. Ta, to, be. Ne, she, to. Masha Allah. Masha Allah. Shumë bukur. Nida? Tu, be, lutur. Ju, to, fë. Ashtu? Ju, hi, tu, ne. Ta, amun. Masha Allah. Shumë bukur. Shumë bukur. Gazim? Shat, ro, hë, we, ta, ne, Wa, ta, nu. katta, me, tete, li, au, we, set, me. Masha Allah. Bukur shumë. Albana? Se, ta, ra. Ra, be, ta. Bukur. Ti, ne. Bukur. Toj, ro. Bukur. E, me, ta. Masha Allah. Shumë bukur. Ka diçka të paqartë në lidhje me shkronjën T? Jo. Në rregull. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me shkronjën T. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alif